A duhet të konsumojnë mjaltë diabetikët? Ja si qëndron e vërteta. Nga ana ushqimore, një lugë gjethe mjaltë përmban 64 kalori dhe 17 gram sheqer, përfshirë fruktozë, glukozë, maltozë dhe saharozë. Era dhe ngjyra dhe shija varet nga llojet e luleve që ka vizituar bleta. Ka një sër përfitimesh dhe konsumi i mjaltit mund të ofrojë vlera të larta për organizmin. Mjalti dhe cilësia e lartë përmbajnë shumë antioksidantë të rëndësishëm. Por gjithashtu, mjalti, a duhet të konsumohet nga diabetikët? Provat për mjaltin dhe diabetin janë të shumëllojshme. Nga njëra anë, studimet tregojnë se mund të zvogëlojë disa faktorë rreziku për sëmundjet e zemrës tek njerëzit me diabet të tipit 2. Për shembull, mund të ulë kolesterolin e keq. Sidoqoftë, disa studime kanë zbuluar se gjithashtu mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Ekspertët theksojnë të mos e përdorni mjaltin nëse niveli i sheqerit në gjak është tepër i lartë ose mund ta përdorni në nivele të ulta nëse e keni nën kontroll.